Kemi letrën aty. Kush janë të tretët? Të tretët janë Ermiona, Klodian, Derina, Vanessa. Po, se marrë. Po, shtrim. Kush është tema? E keni pro apo kundër faljes së tradhtisë? In senso che... Hajde. Ti je pro apo kundër? Mirë, bravo ti. Ajo është moderuese, di. Unë do flas me heshtje, do flas fare me zë, do jem pas zë, kështu që. Jo, do heq zërin, nuk kam zë. Do heq off. Mute. Tradhtia është mute. Sa bukur e ke tatuazhet më? Faleminderit. Ke kështu të herë pas here? Tatuazhet duket, truri s'duket. Jo, ke herë pas here apo në kod caktuar? Si? Ke bërë një kod caktuar apo herë pas here? Jo. Shtrejshta, e? Në që ka hajrë është shumë vatë. Eshtë janë këtu? Se di. Grupi. The white one, lady. Që ka ndodhur, e në mërzit? Që ka ndodhur? Ha? Si? Shoku im? Shoku ynë, i shtëpisë të Se pra më thejë është parë, po e vendosi? Po që të bëjmë, të vazhdojme? Të vazhdojme? Po të vazhdojme që të bëjmë? Do vjen Ermiona. Klodian. Ermiona do vjen të mori pjesë të gjithë debat tjetër, që mund ta vazhdojmë. Sa vetë jemi? Po vjen. Presi, mua pëlqen të jem pak nudo. Si? Apo të duhet keq? E mirë, hape. Inshallah po gjej një më të mirë se ne. Vuj pasojë, Banë shumë gjatë në shkëtru. Edhe mishë dhe peshë. Hajde tani. Fabiola. Qoftë mirë, s'ka problem. Thank you, darling, so much. Falë, Hongra, se jam shumë jet lagged. S'marr vesh kur kam uri, kur s'kam varë. Kështu jemi të gjithë. Shumë mirë. S'është i divorcit në fakt, ka të bëjmë... Tradhtia është tjetër gjë komplet. Meqense tradhtia tani më njihet prej shekujsh si një fenomen që ka të bëjë me familjen, me marrëdhëniet personale e ndërpersonale. Çfarë konsideroni ju tradhti dhe jeni pro asaj apo kundër asaj? Besoj se askush prej nesh nuk është pro. Megjithatë, çfarë ka tradhtyra dhe tradhtyra në relacion, po flasim mes mashkujt dhe femrës. Në Temë tjetër. Edhe unë mendoj që ka tradhtyra shpirtërore, ka tradhtyra që janë më të rëndat, ka tradhtyra fizike, edhe unë personalisht më iku besimit e këty dhe nuk të mund të rri me ty, po e di që është në një afat kohor. Sepse do më ngeli në mendje ajo që më ke bërë mbrapa shpina. Mendon se një flirt është tradhti? No. Flirt no. Nuk mendoj që është tradhti. Një flirt. Është flirt. I can flirt. We are flirters. Për shembull, one night stand. Pra quan tradhti vetëm penetrimi. Jo, edhe ajo shpirtore që ti mund ndjesh edhe pa bërë atë gjë. Po jo, flirti është tjetër gjë, është një pëlqim, flirti është pëlqim.
Flirti është, I can flirt. Ka një lloj. Po jo, nuk, skill, no, jo. flirt, I flirt, we are in a bar, you like someone, doesn't mean anything. Nuk është, It's like, është Kush në e rregull. konsideron flirtin si tradhti? Patjetër, e. Po, Qa thu, Kush e e? konsiderojnë si tradhti? Jo, Normal. është ideja. Nuk është vetëm është vegla ideja që e po punë. tradhtia- No, se flirti E, është, na falni, a? atëre, shisha Ajo është e konsiderojnë brendshme, flirt e para. mendoj, edhe Se- flirti Po një sekond, flirti tash, se duhet themi edhe kush qa flirt është. Se ka flirt edhe flirt, One e je në night një stand, po bar. Të dikush të josh. Duke qenë No, një it's not femër. josh. Gjën e bukur e duam gjithë. Ajo është një flirt. What does it mean? Që unë shpirtërisht ose do t'jepem ty fizikisht, jo. Syt na I ka bërë Zoti për të pëlqyer. Kështu që I flirt, I don't think it's such a bad thing. Po. Yes, Jo, of jo, course. Nuk Of course, that's it. No way. Mund ta brava. quhet, mund ta quhet. Thera. Më falni, a? Më falni, a? No. That's not flirt Sorry. anymore. No. Mund ta quajmë ne, më falë, na falni, a? Mund të quhet flirti ka paneli alarmit, të një dështimi, të një marrëdhënie gjatë të konsoliduar? Pse? Po sepse, se mora vesh. si pse? Ti e qenë e lirë, ti me gjithse mund t'jesh në një marrëdhënie në çift, mendoj që për gjatë një kohë relativisht të gjatë. Krijimi I dëshirës. Një sekond, të lutem, do më lësh ta përfundoj deri në fund? Për sa kohë mund të joshesh në situata të ndryshme, ose mund të joshesh dhe ti ke thjesht një pëlqim fizik ose mental për një person, po qëndron vetëm te kjo, nuk janë, ti e ke vetë në dorë, pastaj të kalosh te fizikja. Dhe pastaj do kalojmë ne tek fizikja, nëse ti e quan një tradhti, po pate një herë marrëdhënie me dikë. Okej, unë po të një herë, po ta Ajo them. tradhti. Për mua flirti, duke filluar nga vetvetja, është kampaneli I alarmit që në marrëdhënien time që të shëndrueshme, ka diçka që nuk shkon. Unë e filloj te vetja, jo te partneri. Se po e mora do të thënë në rast se vinë në ndjeni që kjo gjë ka ndodhur ose e shikoj një ndryshim etj, gjatë për mua do ishte një diçka për të Ti diskutuar. mendon se nuk I ndodh burrave? Pa diskutim, nuk kemi këtu për të... se grave kjo, I jo. ndodh zakonisht. Kjo gjë. Dakord. Po ato, dëgjoj femra ku tradhton, është out. Mashkulli kur tradhton, vazhdon dhe tradhton. shiko, Femra tradhton me shpirt. Mashkulli- na lodhet me këto ndarje se Nuk Dhe që ke u bërë që ka bën shumë ndanje rëndë. A ka seksiste, mundësi të mendoj. lëri pak, mundesh? Po, patjetër. Se unë nuk marr pjesë tek ndarja mashkull femër se shumë e shëmtuar, I'm sorry. Nuk marr dot pjesë tek kjo. Mirë, po nga që dal dot nga dera se ju kam shumë gjanë dhe nuk dua të mos flas, por unë them diçka, ne tradhtia është çdo sekondë. Në ajër dhe ne tradhtojmë çdo 5 sekonda. Dhe nuk tradhtojmë se ju jeni Ne fokusuar. apo ti? No. Unë flas, ky është my concept. Yeah, that's you then. Edhe sigurisht duke pas koncept, unë kam edhe juve përpara, por nuk është se unë jam brenda jush. Unë nuk jam brenda askujt dhe juve që janë brenda Nuk askujt. tradhtoj. Po çudit fakti që merrni përsipër për të folur për të tjerët, kjo është çuditshme. Të tjerët unë po flas për vete Jo, këtu. në një generalizim. Okej, kjo është gjë shumë personale. Unë e di shumë mirë që tradhtia është every second në ajër. Ne thjesht e ndalojmë atë për shkak të një morali të përcaktuar. Dhe kjo është my opinion. Unë nuk marr dot pjesë mashkull femër, unë nuk e shoh fare këtë ndarje. Nuk e di si e ndani ju, si keni gjithkohë si e ndani dhe kjo bën shumë bën një racizëm seksual të fortë. Seksizëm. Jo më fare. Jo, po ta mbaroj praktikë se kam I don't think so. Unë po të shoh ty, por nuk është. Yeah, no. Ja, po kthem me lirë. Ideja është që kjo ndarje ka që rrezikshme edhe pa shparë fotot për abortin për mashkulli kalon si një element fundamental vënues, ai që bër hey guys, stop it again, sepse edhe pleasure është janë dy veta që bënë, kështu që stop it here. Nuk mendoj se neve do të bëjmë këtë, unë ndjeva shumë keq gjatë gjithë kohës, nuk e di, ndoshta pak vjedhje do kisha bërë, po lash në dorë të produksionit. Se ata më thonë vill tani. Edhe thash no, Po nuk do të pse vjedh. ajo që thua ti duhet jetë e saktë? Ai po jo, sepse marrëdhënia ndodhet në çift, janë të dy palët, mendoj. Jo, po me vjedh të shpreh kështu. Po jo me vjedhur. Çdo njeri është I lirë të mendoj si doj o vlla. Kur jam duke vjedhur mbi ty. Jo, me mendimet e këtyre njerëzve që Po ke më të them këtu. çfarë ndodh me stomakun. Po jo shumë tuar shpresh.
Po tani pse mos? No, Semër personale, ç'është e vjedhur? No. Keni- Ne jemi të keni gjithë, që no, djeg pra këtu, s'është personale. që keni që Kur djeg flet, që luaj njëri kur flet një sekond. Kur flet, domethënë me idetë e tuaja gjithmonë, mendojnë që je më mirë se tjerë. Unë no, Nuk je unë thash po vjedh. Jemi Unë shumë kem mirë. okay, jemi të gjithë, domethënë. Po jo pra jo. Dëliri mallështisë, domethënë. I don't care. E kemi kaluar I don't këtë care. fazë në ferë. I don't care. Ska dëlirin e mallështisë se lejmë domethënë jashtë, komplet. Po Ska asnjë më të mirë. Unë mendoj që ti duke dëruar Jo. No, it's not fine. Ku të ngelesh ti me barra. Exactly. Thuaj që jemi Ço, si që kemi njësoj, si mi fare njësoj. Mirë, do vazhdojmë Unë ke tek thash- tema abortit edhe barrës, apo tek tradhia? Po pra. Po jo, se Jo, mos e gjitha ka të bëjë femra, se zotëra. janë mashkulli kështu, ja ky është mashkulli që femrën e bën, jo mos e semi njësoj fare. Mos u merr moti si Jo, si jo, rast, po ja pra se ti po flet Jo, për jo. veten. Ti je mashkulli Ermiona komplet është një aty. diskutim, I don't care, unë Kam kështu i si bëj marrë diskutime. Pakistan, lutem, merr Pakistan. Kështu që where's the big deal? Ai e filloi diskutimin duke thënë që nuk Po e nuk njeh mos u shpjegoni se diferencën. dëgjova Ti shumë s'u mirë. dosh sensin. Po mënyra se si flet ai nuk më pëlqen. ndoshta ty Po s'u sepse pëlqen ka mënyra mënyrën e ime. tij, është mënyra e tij e komunikimit. Ermiona, bie dakord, Ermiona, ai jemi po dakord, mos e ndanti. Jam unë dhe ai, s'kam nevojë unë për Po jemi të gjithë Kështu që bashkë. unë po flas me Po atë ç'shkjo dhe mos dua e të ti? sqarohem. Zemër, do e moderosh ti? Po për çmendimin tim ku është problemi këtu? Madje është flet në një interesante. mënyrë- Jo, ti flet në një mënyrë që të duket vetja jashtëzakonisht shumë avanti, shumë përpara. Po këtë nuk ka thënë. Mendimet e tuja vaj dhe janë shumë të vlefshme për ty, po jo të gjithë i mendojmë gjërat ashtu. Sa Ti dhe po ti ti të ti dëgjoj flet sa për kohë mua. në panel. Ti flet për Është gjëra. vendosur Flet për nga mua. gjoj Unë fare. s'm flas për Jo, pra mua. do të dëgjosh, është Jo, se vendosur jam nga të Gai me to. Ore, që ne ne- kemi një care. panel Ore, ti me 1, 2, 3, 4 No, persona. Fare. Si kemi zgjedhur Po ne jo, të pas këtu. kemi edhe frikra ne. Kemi zgjedhur Nuk ne- janë të lutem. Çfarë frike? Jo frikë, domethënë se po na Të lutem, zemër ke diçka për More shtuar? careful. Ore ty Kur ndoshta flet. s'pëlqen. Të lutem, nuk. Klodian, I don't. Klodian. Se kam zgjedhur unë të jetoj me ty këtu. Po jo, më po. Është një rasti Bëni një komplet. pauzë, Ermiona, një pauzë, vazhdoj të lutem. unë dhe pastaj Nëse shkot kjo, vazhdoni. shkot komplet. Jo, s'është shko. Po nëse s'pëlqen atyre jemi kush problemi? Të lutem. Publicitet. Jo. Shiko, po të janë koti, janë konflikte koti, ëh. Ke rënë në një shantazh për veten kot. Don't worry. Dëgjoj se do bëj si Fefshiu. Po jo me mua. No me mua. When you shko, be No, keep careful. the distance, all right? Yeah, Se nuk jam I këtu am për so s'jam këtu për ty distant fare, s'jam këtu për ty. Ma, ani jo, luçe jo. në diversat atë. Po shumë mirë, unë të bëj një aplauz të madh. Nuk ja që avanti Ke sa bërë se mendon. 4 orë. Ej, po ti shikon punët e tuja. Ajo është moderuar moderatore. Unë moderoj këtë programin. Ti Hajde. Prek edhe kështu si sikur mamaja aty. pra, Po jo, moderoj. hajde, Hajde, mos merrni kot. S'kam nevojë. Zemër, ke ndonjë gjë për shtuar, Klodian? Të lutem, ka të drejtën e fjalës edhe Ose kam mbaruar, Vanessa. it's okay. Po, pastaj. Atëherë, unë personalisht nuk do ta falja tradhtin, njësoj siç nuk e kam bërë, nisem nga eksperienca ime personale, së ndryshe s'do kisha se si t'i jepja një gjykim tek i cili besoja me konfidencë. Unë jam tradhtuar. Ishte diçka jo vetëm fizike, por edhe emocionale, e cila mbas përfundimit të marrëdhënies son ka vazhduar edhe më tej. Ke tentuar ta falësh? Unë nuk e kam falur në momentin që e zbulova, se normalisht kisha të gjitha ato emocionet që çdo person i ndjen në momentin që tradhtohet. Por më tej kam pas një bisedë me të dhe kam kuptuar që ishte një marrëdhënie dështuar, që prej fillimit, sepse kishim shumë pak komunikim. Dhe unë mendoj që askush nuk tradhton me qëllimin për të lënduar personin tjetër, por janë ose arsye personale, ose ka probleme shumë të thella në marrëdhënie, të cilat nuk komunikohen ose nuk gjendet mënyra e duhur për t'i dhënë zgjidhje. Ndaj unë mendoj që Pra tradhtia vjen si pasojë e një marrëdhënie të dështuar, jo një marrëdhënie të shëndetshme. Sipas mendimit tim, Po s'u më tradhti pastaj. sipas mendimit tim, po, ose janë probleme që kanë të bëjnë me vetë personin, ose ka probleme në marrëdhënie në çift. Megjithatë, unë e shoh si një fushë shumë gri, ndryshe nga, unë mendoj bardhazi janë vetëm aktet kriminale, që do thuash kjo është sakt ose gabim, është një fushë e madhe gri. Mendoj që varion nga situata, nga njerëzit, e kuptoj çiftet që e kalojnë këtë gjë, i diskutojnë, çfarë lloj relatash mund të kenë pas ndër vite, çfarë sfidash kanë kaluar ndër vite, por unë personalisht jam e këtij mendimi për momentin, mund të ndryshoj mendim më vonë. Atëherë mund të konsiderohet tradhtia fizike e barabartë me atë të qëndrueshme apo mentale?
Sepse Tradhtia është tradhti. ka disa lloj tradhtish, apo jo? Ka disa dhe po. Pra kur tradhtohet dhe mbaron diçka do thonë çut me tradhti, çut një zgjedhje dhe shkon me një tjetër. Po. Pastaj kjo tradhtia tjetër që jemi dikë dhe shkon me një tjetër, kjo ka të bëjë pak me perversitet seksual. Kjo është një gjë normale. Mund të quhet perversitet apo Po kënaqësira dy fishta, po kjo është që është kjo në botën romane, ka qenë kohë nuk është se po e zgjidhim sot. Po sigurisht që unë nuk jam dakord për këtë. Pra mua pëlqen një love story much more than. Dhe nuk është çështja, pra kur ti tradhton do thotë që këtu se ke, nuk është ti e kot këtu. Dhe ti s'ke balls me nda është më tjetër. Nëse unë e kam shef gjërat unike dhe speciale, por kjo është personale. Një histori ku një burrë dhe një grua e ndjejnë që janë konsumuar bashk, por ata i dinë në mënyrë absolute vlerat e njëri tjetrit. Është edhe një film e dashura ime Giulia. Dhe ata të dy kanë rrëshqit, jo së shoqëri, është dashuri fondamentale, po jo e bazuar në fallicitet, në seksualitet. në seksualitet? Nuk është të pra mbaroj një qenie njerëzore mund ta Moj ndaj. isha sekretare, më lë të mbaroj, moj. Jam sekretare. Po, që të them tashi? Pra, duhet të zgjerojmë konceptin se çfarë është dashuria. Sepse ajo të merr shpesh herë me vete, në për disa shtigje ku edhe humbet dinjiteti. Por mund të kesh një partner që të njeh në rrënjë dhe ka ndërtuar me ty dhe nuk të lë të shkasësh edhe pse ti ke shkarë në pikën e pasionit. Këto lloj familjesh ne nuk i njohim sepse kanë një tradit kodesh edhe përvojash, janë të lidhura me pasuri dhe me gjithçka, por nuk e lejnë kur me rrëshqit njëri tjetrin dhe deri ditën e varrit ato janë bashkë në atë pikë që nuk i bashkon falliciteti, po i bashkon dinjiteti dhe vlera njerëzore umane që të tjerët nuk e njohin. Kështu që po s'po i zjas më tutje se mu bëm ishi kokër se kanë hallet mija atë në këtë pikë. Bravo, bravo, bravo. Mendon që kjo është një dashuri sublime? E konsideruar kështu është dashuri sublime kjo? Kjo është temë tjetër pas. Ja. E lem këtu. Anyway, konsumuan si tem? Kam një pyetje. Po. Nëse në një qift femër mashkull, njëri prej tyre do të tradhtonte personin tjetër me gjinin e kundërt. Do ta quanit tradhti të njëjtë si po të tradhtonte me... Rasti të tradhton me të Po njëjtën patjetër që e njëjtë do ishte. Po jo, si ndjesi, ti do ta mendoje fajin tek vetja, tek ai, tek situata. Po. Ka është tradhtimi ngjyrë tjetër, ka një ngjyrë tjetër, po për tradhtim. Kjo tem tjetër o gruta shimë. Tradhtia është tradhti, por do kishte ngjyrë tjetër. Unë do e kisha ndier një. Do ishte akoma më e vështirë mendoj unë. Sepse do Ose më e kishe... thjesht. Ose më e thjesht. Që ishte shtu dy fish halli. Do ishte shtuar e para një zhgënjim i madh për partnerin që ke patur në krah dhe se ke kuptuar që ka një anë tjetër seksuale të preferuar. E dyta pastaj tradhtia vete që Ke e bërë një syqor, po kuptohet. Si derri aty kuptohet. Ka një pyetje nga audienca. Jonit, ka një pyetje nga audienca. Po në rastin moza mori Julian në përmarë zonjën Bovari. hape zërin pak. Zonja Bovari, Po. që është martu me një doktor mos ta bëjë dhe ai nuk i kushton vëmendje, nuk e komplimenton, ka